unë shpresoj që ju dhe ka disa shenjat të cilat mbajnë me mendu se ju vetëm kjo do mbetet si shpresë, por ndoshta edhe realitet. Ka zonë takimi djeshëm ndërmjet Kurtit dhe liderit të LDK-s ishte kogja me frymë pozitive dhe deklaratët e tyra ishin pozitive dhe gjuma e përdorur sidomos nga Kurti ishte përgjithsisht drejt ose ishte shpresa për një zgjidhje. Po tani dihet se zgjidhja e problemit qëndron jo shumë në LDK-n, sepse ata nuk i kanë numrat, nuk i kanë 80 plus numrat për ta zgjidhur presidentin. Zgjidhja qëndron tek Partia Demokratike e Kosovës. Unë shpresoj se ata do reflektojnë, sepse përndryshe Kurti si strateg shumë i mirë që është në kuptimin politik, ai do e shfrytëzoj këtë rast për të thonë, për ta shitur tek publiku, tek elektorati, si një lloj situate ku thotë që ne u ofruam atyre zgjidhje, u ofruam mundësinë që të propozonin diçka, ata nuk propozuan dhe ja ku jemi në zgjedhje, kjo është si pasojë e veprimeve të tyre. Prandaj më votoni më shumë se 50% sepse kemi nevojë për një soliditet. Tazon mund të arrijmë një situatë ku ndoshta opozita në Kosovë do jetë edhe më e dobët se sa ajo që është në Shqipëri. Okej. Se kjo është një deklaratë që lë shumë edhe për të interpretuar, po lë shumë edhe për të kuptuar për çështjen e vazhdimësisë. Unë nuk shoh ndonjë zgjidhje tjetër nëse shkojmë në zgjedhje. Unë besoj se nëse shkojmë në zgjedhje, punësit kryesor kuptimin politik do jenë partitë opozitore. Dhe ndërkohë diçka të fundit, Adnan, në lidhje me zonjën Vjosa Osmani, pra lënien e postit të saj si edhe detyrës së saj si presidente e Kosovës. Besoj ke parë të gjitha momentet e saj, dalja nga institucioni, takimi gjithashtu, falenderimi, pra gjithçka e tjetër. Si të është dukur në total? Ne në Kosovë themi mjaftojnë 5 minutat e fundit të jetës për me u korrit, për me u marros, me bo një gjatë pajishme. Vjosa Osmani me deklaratat e saj para përfundimit të mandatit, duke dalë hapur e duke kritikuar personin i cili me një mënyrë ka mundësu presidencën, ka bë që ajo të lejë një shihet e tidhun dhe ndryshe nga mbi 300.000 vota që kishte marrë në 2021, e kuptohet se shumica dërmuese e këtyre votave ishin vota të vetëvendosjes, ishin vota që në një mënyrë janë sinonim i mbështetjes për Albin Kurtin. Tani, si pasojë e kësaj kritike të hapur ndaj Albin Kurtit, nuk them se nuk ka pas baza, mund të ketë pas bazë, mirë po, fakti që ishin vetëm 2 javë para përfundimit të mandatit, ndërkohë kjo kritikonte haptas Albin Kurtin dhe partinë e saj vetë, bënte fushat personale, si një lloj hapje për një perspektivë tre politike për të,